tjetë me bak një otër të plak, me grup në jogës, tjetë arti një nga jagat më të fuqishme, mira veçare vedantike që pastrojnë atmosferën e kthen negative dhe pozitive, rritë shumë lagështirën, veç viruseve dhe mikrobeve që i zhduk, kjo zhduk edhe vesën e ndryshme që kenë njerëzit, si droga, lëvishmëria. Unë e kam provume, e provoj shumë të përdor për mjekim, për kurime të ndryshme, të brendshme dhe të jashtme, si edhe për bimbër, kafshë, ka dhënë prova. Raja Pataye Swa, Raja Pataye Damna Mama. Këto piramida grumullon shumë pranë, prandaj piramidët i përdorin më shumë. Bakri është antiseptik, bajka e lopës është antiseptike dhe gjatë pishkiri i lopës po kështu antiseptike. Pra bëhet një ambient i pastër, satva. Njeriu u vuan kur shkon tek tamas, e inercia e ignoranca. I lumtur i shkon tek satva. Sa më afër satvës, aq më afër lumturisë, Zotit Perëndis. Shkruajtë fajve të non tek me njëri të ndryshe apo të Agnaje. Është vjesë, shpjegohet që kjo është jakë, sakrificë, në fjalë që bëjnë këto sakrifisë për Zotin me ster kafshë, nuk ka nevojë. Kjo është më e mirë, po bësh me zemër, pason ambientin, nuk e shkatron atë të keqet, por e modifikon në substancë, e kthen në pozitive. Nuk e shtuk. Se substanca është e padyshueshme. Eteri që i padyshueshëm, kthehet në ajër, ujë, në akull. Po vetë eteri nuk ndryshon. Ata kthehet në akull, ujë, ato ndryshojnë. Kthehet në shpirtin e vetë nuk ndryshon. Ashtu, ne i keqë së mendje. Ajo, vërtet ajo një. Yoga në plazh, jemi në Desku, Durrës. Ka arë grupi, nga Tirana, nga Tursi. Surya Namaskar. Brek det ka lezet yoga fakt. Rio Monda. Bravo.